Sa në këto momente do të ndalemi në hapësirën e intervistës, për gjatë minutave në vijim do të flasim se rakon të nxehtit afrikan i cili ka mbërthyer Shqipërinë të paktën që prej fundit të muajit maj dhe fillimit të muajit qershor. Ditë me temperatura të larta, por se sa normale janë këto temperatura, çfarë pritet të ndodhë në vijim, do të diskutojmë dhe do të analizojmë me Anira Gjonin, sinoptikane, më bashkojë në këto momente në një komunikim të drejt për drejt. Anira, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fax News. Përshëndetje, faleminderit juve. Anira, a janë normale këto temperatura që në këtë periudhë, pra fund maj dhe fillim qershor, jemi përballur me temperaturë të cilat i kanë kaluar 34 apo 35 gradë në disa orë të ndryshme të ditës? Qershori nisi me temperatura të larta, jemi tashmë në stinën e verës, pritej që ky qershor të ishte me temperatura të larta dhe me mungesë të reshjeve, por do të vijojnë temperatura 2 javët e para ishin shumë të larta, le t'i quajmë, pasi dita e hënë regjistroi edhe nivelin më të lartë sa i takon temperaturave maksimale të ajrit, të cilat shkuan deri në 37 gradë, ndërsa ditët në vazhdim të kësaj jave kanë shënuar deri në 34 gradë. Edhe për ditën e nesërme, dita e shtunë, presim që maksimalet në zonat e ulta të shënojnë 34 gradë, ndërkohë që minimalet presim të shkojnë deri në 18. Në Bregdet presim që minimalet të shënojnë 19 dhe maksimalet të shkojnë deri në 32, dhe në zonat malore presim që minimalet të shënojnë 14 dhe maksimalet të shkojnë deri në 26 gradë. Do të ketë një rënje prej 1 apo 2 gradësh për ditën e diel dhe në vazhdim për javën tjetër. Presim që këto 2 javët e mbetura të qershorit e kemi cilësuar që në fillim të muajit, që 2 javët e para do ishin më të nxehta me temperatura më të larta, ndërsa këto 2 javët e dyta presim që temperaturat të shkojnë, mos të kalojnë në nivelin e 34 gradëve. Pra, flasim gjithmonë për temperaturat maksimale të ajrit, ose të ndryshe temperaturat e ditës. Mirë, por përsëri do të mbetemi në vazhdën e temperaturave të larta, Anira. Ne në fakt për hir të së vërtetës e kemi nisur sezonin turistik, e kemi nisur edhe sezonin e plazhit, kështu që sipas të dhënave që sapo na përsollet, të bëhemi gati edhe për këtë fundjavë, për të gjithë ata të cilët na ndjekin, do të kemi mod të qëndrueshëm dhe të përshtatshëm për të freskuar në Bregdetet shqiptare. Po, presim që të kemi mod të qëndrueshëm sa i takon fundjavës me temperatura të larta, të cilat do të shënojnë vlerat 34 e shtuna maksimale dhe 33 për ditën e diel. Fillimi i javës, ditën e martë, presim që të kemi reshje të dobta lokale, të cilat do të jenë presim që reshjet të jenë të dobta lokale dhe kryesisht do të jenë në zonat kodrinore malore të vendit. Nuk shohim problematika sa i takon atyre reshjeve, do të jenë vetëm ditën e martë. Ndërsa këto fundjava, presim që pra që moti të jetë i qëndrueshëm, gjithashtu dhe dita e hënë, presim që të kemi mot të ksjellët dhe me diell. Anira, pse këto temperatura kaq të larta? Është përfolur vazhdimisht që i nxehti afrikan, ashtu siç e nisa edhe unë këtë hapësirë, i nxehti afrikan ka mbërthyer Shqipërinë. Me çfarë fenomeni kemi patur të bëjmë? Ne përgjatë javës që lan pas, përballëm me një val të nxehtit, e cila tashmë në vitet e fundit është bërë një normalitet i ri. Prekemi nga valet të nxehtit edhe më herët, për këtë verë, pasi qershori është zyrtarisht muaji i verës, ishte e para për verën e vitit 2025 dhe nuk shohim anomali të theksuar sa i takon nivelit të temperaturave që kemi patur gjatë këtyre ditëve. Sigurisht që ishin të larta, por duke patur parasysh që vitet e fundit temperatura mesatare si e vlerave maksimale dhe atyre minimale ka ardhur në trend rritës. Mesatarisht është rreth 1.5 gradë, nëse mund t'i referohemi, por në zona të ndryshme, në 9 zona të ndryshme klimatike mund t'jetë diçka diku më shumë apo diku më pak. Këto temperatura pritet pra që t'ishin të tilla. Nëse i referohemi trendit global rritës të temperaturave, i cili ka një trend rritje nga viti në vit. Sa i takon
Normalitetit, e them sërish, nuk është diçka që ka dalë jashtë çdo, domethënë nuk është diçka e teksuar, nuk kemi thyrje të rekordeve absolute, por ngelemi Pra nuk sigurisht ka në dalë për te i pritshmërive. Prisnim që të ishte muaj i nxehtë dhe parashikoj që të ishim në këto nivele, ashtu siç ndodhen. Muaji qershor përballemi me temperatura deri në 30 gradë, janë sigurisht të pritshme, edhe nëse i kthehemi historisë, muaji qershor njeh temperatura 30 deri në 34 që kanë qenë pothuajse përgjatë këtyre ditëve. Dita e hënë ishte ajo që mori edhe vlerën më të shtuar sa i takon temperaturave të ajrit, siç e thash edhe në fillim, të cilat shkuan deri në 37 gradë, ndërsa ditët e tjera presim që të mos i kalojnë nivelin e temperaturave 33 apo 34. Gjithmonë kjo referohet temperaturës maksimale në zonat e ulta, ndërsa në Bregdet dhe në zonat malore sigurisht që janë më të ulta. Duke patur parasysh të dhënat nga Instituti i Gjeoshkencave u bë qartë dhe u përcoll lajmi që të paktën deri në mesin e qershorit do të përballeshim me temperatura relativisht të larta anira, por të paktën përgjatë këtyre 2 javëve. Cilat kanë qenë zonat më të prekura, qytetet ku temperaturat kanë kaluar të gjitha pritshmëritë dhe parashikimet? Me çfarë qytetesh, cilat janë ato që janë përballur me temperaturat më të larta në krahasim me qytetet e tjera? Le ta quajmë që qytetet të cilat marrin dhe vlerën më të shtuar sa i takon temperaturave të ajrit, jo se kanë dalë jashtë pritshmërive, sa për të qenë korrekt me citimin, qytetet që marrin vlerat më të shtuara sa i takon temperaturave të ajrit janë Tirana, Elbasani, Berati, Fieri, Gjirokastra, Shkodra, Lezhë. Në përgjithësi janë qendrat urbane ato që marrin edhe vlerën më të shtuar, kjo jo vetëm për shkak të kushteve atmosferike, por për shkak të kombinimit të këtyre kushteve atmosferike edhe me infrastrukturën apo me terrenin, pra me mjedisin ku zhvillohen. Ndërkaq, kjo serekon qershorit. Qershori do të mbyllet me temperatura të larta, theksuam Anira, do të kemi disa ditë me rreshje të dobta lokale. Kemi 2-3 ditë në këto 2 javë të mbetura do të jenë, presim që të kemi rreshje të dobta dhe lokale, për të mbyllur muajin duke e cilësuar si një muaj të thatë me mungesë rreshjesh. Por ndërkohë, me çfarë do të përballemi në Korrikë dhe Gusht, Anira, se duke patur parasysh këto temperatura kaq të larta që prej nisjes së muajit qershor, mendojmë se mbase do të përballemi me temperatura akoma dhe më të larta gjatë Korrikut dhe Gushtit, do të kemi një mot të thatë dhe me temperatura që mbase i kalojnë të 40 gradët? Presim që sigurisht edhe muaji Korrik dhe muaji Gusht të shënojnë temperatura të larta. Muaji Korrik është ai muaj që shënon edhe temperaturat më të larta sa i takon të gjithë vitit për vendin tonë, dhe sigurisht është muaj me më pak rreshje sërish sa i takon nëse e krahasojmë me të gjithë muajt e tjerë të vitit. Presim që edhe si vjet të kemi një verë të nxehtë me temperatura të larta. Sipas modeleve të parashikimit afatmesëm deri tani, pritet që të jetë një nga 3 verat më të nxehta sa i takon këtyre viteve të fundit, por me temperatura 1 apo 2 gradë më të ulta se sa vera e vitit 2024. Nuk presim pra që të kemi thyrje të rekordeve absolute, por është kjo gjithmonë në bazë të parashikimit të modeleve afatmesëm, është akoma shpejt ndoshta për të folur konkretisht, por ashtu siç modelet e japin deri tani, jemi në këtë linjë parashikimi. Po në qoftë se do të bëjmë një krahasim të paktën gjatë 5 vjeçarit të fundit, Anira, si ka qenë trendi i temperaturave në Shqipëri? Pra duke bërë një krahasim të muajve qershor, Korrik dhe Gusht gjatë viteve të kaluara, jemi përballur
me reshje mbase më të dendura në zona të ndryshme të vendit edhe gjatë periudhës së verës, sepse e kuptuam që qershori do të ketë 2-3 ditë me reshje të vogla dhe të dobta lokale dhe do të vijojë thatë. Trendi i temperaturave në vitet e fundit ka ardhur në rritje, ashtu siç kanë ardhur në rritje shpeshtësia pra e ndodhjes së fenomeneve të ngjarjeve ekstreme meteorologjike ka ardhur në rritje. Pra i është shtuar numri i ndodhjes së fenomeneve apo ngjarjeve ekstreme të motit, ashtu siç ju e cilësuat si reshje në formë shtrëngate, është shtuar si fenomen. Kjo vjen edhe për shkak të këtyre temperaturave shumë të larta, pasi në momentin që kemi temperatura shumë të larta, ndodh edhe më shpejt procesi i avullimit dhe krijimit të reve, të cilat shkaktojnë edhe këto reshje në formë shtrëngate dhe lokale. Pasi është një cikël krijimi i reshjeve të shiut, përveç lëvizjes së masave ajrore, dhe janë të lidhura në zinxhir. Prandaj edhe ndodh më shpesh tashmë fenomeni i ngjarjeve ekstreme sa i takon në ngjarjeve meteorologjike. Çfarë duhet të kemi parasysh gjatë kësaj periudhe, Anira, duke parë trendin në rritje të temperaturave? Të bëhet shmangja sa më shumë të jetë mundur e orëve të pikut, ashtu siç ekspertët e shëndetit e thonë, pasi nuk është se na takon ne ndoshta të japim shumë këshilla në lidhje me këtë, po ekspertët e shëndetit thonë që duhen shmangur orët e pikut, ekspozimi në diell pra gjatë orëve të pikut. Kryesisht kjo është më e dëmshme, sidomos për grup moshat që janë më vulnerabël ndaj ekspozimit në diell. Dhe cilat mund të konsiderohen si orët e pikut, Anira? Temperatura ekstreme më të larta të ditës kapen rreth orës 14 të mesditës, ndërsa minimalet e natës shënohen rreth mëngjesit, gjatë verës rreth orës 5 të mëngjesit. Piku konsiderohet nga ora 12 deri në orën 5, ajo kur është edhe vapa më ekstreme, nëse mund ta quajmë kështu, përgjatë ditës. Kjo nuk përjashton edhe të gjithë, domethënë, një fenomen që është parë gjatë viteve të fundit, kjo për shkak të ndryshimeve klimatike, është rritja jo vetëm e temperaturës maksimale të ajrit, por rritja edhe e minimumeve të ajrit, që do të thotë edhe rritja e temperaturave gjatë natës. Dhe ky është një problematik tjetër, e cila nëse e themi me fjalë të thjeshta, më përpara kishim temperatura më të ulta të natës, tashmë është, le të themi këto vitet e fundit, është trefishuar numri i netëve tropikale apo netëve me temperaturë mbi 20 gradë. Dhe kjo nuk i jep mundësi as mjedisit, as njerëzve që të kenë një frymarrje dhe ndërkohë të nisin ditën tjetër sërish me temperatura mbi 35 gradë. Dhe kjo është diçka që prish rutinën dhe përditshmërinë. Përtej se prek edhe sektorët e tjerë, siç mund të jenë bujqësia, ekonomia, turizmi, se janë të lidhura të gjithë sektorët në zinxhir. Ndërkaq, për ta përmbyllur këtë hapësirë së bashku, Anira, rrymat se rekon rajonit. Me çfarë është duke u përballur rajoni? Është duke u përballur me temperatura kështu si në Shqipëri, apo ka ndryshime dhe luhatje të ndryshme në varësi të vendeve dhe pozicioneve? Edhe rajoni ndodhet në të njëjtat kushte atmosferike ashtu si ne. Vala e të nxehtit që përshkoi gjatë kësaj jave Europën u fut në qendër të Europës dhe preku më shumë, po flasim për këtë javë, preku më shumë jugun e Francës, Gjermaninë dhe veriun e Italisë, pra aty e kishte edhe efektin më të madh me temperatura më të larta, ne u ndodhëm në periferi të lëvizjes së kësaj mase ajrore dhe prandaj edhe gjatë kësaj jave temperaturat se të mërkurën kishte pikun kjo javë, temperaturat për ne shkuan deri në 34 gradë. I referohemi ditës së mërkurë dhe ditës së njëjtë, dje dhe pardje. Ndërsa në këto vende ku unë përmenda, temperaturat kanë shkuar deri në 39 apo 40 gradë.
Ndërsa java e shkuar, goditjen më të madhe e mori Spanja me Portugalinë, ku temperaturat atje shkuan deri në 42 gradë Celsius, ndërsa për ne ishte efekti ditën e hënë ku shkuam deri në 37 gradë. E të mërshme kur i dëgjom dhe kur i përjeton dhe të një të kohë. Dhe tashmë, duke qenë se gjatë viteve të fundit, e citoj sërish që e theksoj sërish që kemi një trend rritës sa i takon vlerave të temperaturave të ajrit, i tillë do të vijojë dhe verat do të vijojnë të qëndrojnë të nxehta dhe me temperatura të larta. E qartë. Anira, të falenderoj shumë për të gjitha informacionet, për të gjitha analizën dhe të gjitha të dhënat që përsollen në këtë transmetim të drejt për drejt për Fox News, gjithmonë është kënaqësi. Faleminderit juve.